Në njërën prej këtyre veturave besohet se është Ekrem Imamoglu, kryetari i Istanbulit. Nga shtëpia e tij ai u dërgua me pronga në duar në polici të mërkurën paradite. Rivali kryesor politik i presidentit Recep Tayyip Erdogan po dyshohet për korrupsion e terrorizëm. Ne kemi pritur gjithçka. Dje është anuluar diploma. Është kryer në procedurë të palegjshme. Po kalojmë ditë shumë interesante, shumë e flekshme. Ti anulimi i diplomës është i palegjshëm. Një gjë e tillë nuk është e mundur. Imamoglut ju vendosën prongat një ditë pasi Universiteti i Istanbulit ja zhvleftësoi diplomën. Pas këtij vendimi ai u deklarua në rrjetin social X. Ditët kur ata që morën këtë vendim do të japin llogari përpara historisë dhe drejtësisë janë afër. Marshi i popullit ton, i etur për drejtësi, ligj dhe demokraci, nuk mund të ndalet. Drejtësi dhe zhvillim, e cila kishte pushtetin ndaj opozitës dhe zërave kundërshtues në Turqi. Agjencia shtatërore Anadolu tha se prokurorët lëshuan urdhër arrest për rreth 100 persona të tjerë si pjesë e operacionit.